të mos harrojmë një rregull. Shirku i vogël është më i madh se sa gjunahet e mëdha. Më i rënd. Shirku i vogël është më i rrezikshëm se sa gjunahet e mëdha. Dhe çka është shirku i vogël? Pra, pse po e them këtë? Që shprehja shirku i vogël mos me u keq kuptu. Pse themi shirku i vogël? Shirku i vogël, por më i madh se sa gjunahet e mëdha. Pra gjunahet e mëdha janë nën shirkun e vogël. الشرك الأصغر هو ما ورد في الكتاب والسنة. Është shirk që ka ardhur pra i vogli nga Kurani dhe Suneti. النوع الأول, lloji i parë është shirku në shprehje që ndodh kel halaf bi ghayrillah, me u betu dikon tjetër po jo në Allahun. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, men halafa bi ghayrillah faqad kafar aw ashrak, kush betohet dikon tjetër përveç në Allahun, ai ka bë shok Allahut, i ka bë shirk. Për shembull, me u betu në fëmijë, me u betu në pashatokën, pashabukën, pashaçejt, e kështu me radhë. Ka dhe asi që thojnë pashaket kafe, dhe me thonë ka dhe kësi shprehje që në një aspekt janë edhe çesharake. Pasha këta ujë. Nuk e di, gjithë kush e ka të territor, po të na, nduka gjinë përdoret kjo shprehje. Po pasha eshtat e nënës, apo babës edhe në kësi lloj betime ka. Por, kur thonë pashaket kafe, është e çuditshme. Pa ka qëllimin me respektuar ushimin apo pina, ku ta diun, po sido që tjetë, kjo është shirk i vogël. Shirk i vogël. Këtu kemi po ashtu pillojve të shirkut të vogël në shprehje, laula Allahu wa ant. Po të mos ishte Allahu dhe ti. Dhe kjo është shumë e shpesht. Kjo zakonisht përdoret tek shërimi i smundjeve. Allah është ai i cili shëron, jo mjeku. Mos me pa qenë filon mjeki, sot unë isha kështu. Mos me pa qenë filon mjeki, sot isha kështu. Kjo është shirk edhe është padrejtësi. Sepse edhe mjekët nga natyrshmëria që e kanë, edhe nëse nuk janë fetar, ata nga përvoja që e kanë bërë mjekët, e kanë qartë se mjekësia nuk është thelbi, nuk është baza. Baza vjen nga Allahu, pra suksesi vjen nga Allahu, sepse ata i shohin gjanat para syve të tyre, ju vdesin njerëz në dur. Njëjta gjendje që ka pas tjetri shpëton. Pra kanë qartë para syve të tyre, dhe me thonë që ndorën e Allahut dhe çdo herë insistojnë mjek, pavarësisht sa mund të jenë fetar apo jo, ja u qartësojnë njerëzve që ndorë Zotit janë këto çështje. Edhe për këtë themi që është ateist mund të ketë njerëz të cilët lexojnë lloj-lloj libra të Marxit, të Leninit, ku ta diunë kësi lloj filozofina të kota, por mjeki me qenë ateist është shumë më shëmtuar. Se mjeku e studion syrin, e studion mushkrit, e studion zemrën, e studion venat, e studion gjitha ato. Dhe në fund me thonë që Allahu nuk është krijuesi i kësaj, është diçka çuditshme. Sepse ai e sheh o fi anfusikum fala tubsirun, a nuk e shihni veten e juaj, thot Allahu, si ju ka krijuar. Dhe selefi kanë thonë, kuptimi i këtij ajeti është njeriu pin edhe han nga një ushqim edhe pije, edhe nga një kanal pastaj ndohet në dy kanale. Kjo është diçka që duhet mendoj njeriu. Të mos flasim sa tjera që i kanë trupin e njeriu. Mirësi që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në pjesët e trupit. Pra u fi anfusikum fala tubsirun, pra në veten e juaj nuk e shihni. Dhe duhet shprehje me pas kujdes. Duhet shprehje me pas kujdes. Selefi kanë thonë njeriu bën shirk edhe nëse thot qeni më pshtoj prej hajnave që s'min hajnat, apo mos me qenë kamerat e sigurisë, une më kishin hy hajnat, e kështu me radhë. Pra duhet me pas kujdes, po duhet me thonë laula Allahe, po të mos ishte Allahu, thumë pastaj filani.